Përshëndetje, mirë se erdhet, mirë se po takohem të dashur miq. Ja jemi me temën e re të serialit nga pastor Stefan Born, The Three Angel Message, nga Bashkia Adventiste apo Kisha Adventiste. Pra, tema numër 3 është para nesh, The Beginning of Wisdom, apo fillimi i mençurisë, dhe cila është ky fillimi i mençurisë dhe si mund ta e marrim këto nga Kisha Adventiste. Është tema e tretë nga pastori me origjinë gjermane, por pastori amerikan, pastor Stefan Born, një publicist, ungjilltar internacional, dhe cilin pra do e kemi në vazhdimsi, 25 tema, tani është e treta në radhë, pra nga Kisha Adventiste ditës 7, pra jemi me temën e pastor Bornit, Stefan Born, pra cili është fillimi i mençurisë dhe si mund ta e kemi atë, dhe është në radhë lutja. Ne kthejmë kështu tani që të shihemi, përshëndetje, dhe e lutim Zotin që të jetë me ne. E përulim kokën dhe lutemi bashkë. O Zoti i Madh Gjithëpërshtetshëm, dera lavdia takon ty. Faleminderit për mëshirën, dashurinë, faleminderit edhe për këtë serial të këtij pastori me përvojë. Na udhëheq u Zot drejto, kjo është lajmi i fundit që ti e ke për popullin nga zbulesa 14, 6 deri në 12. Na dorëzojmë dorë tua, na udhëheq u Zot, bekoj familjet tona, bekoj të gjithë ata që ta shikojnë këtë video tani apo më vonë në media, që të kuptojnë se çfarë ti dëshiron ti thua çdo njerit nga ne. Edhe sidomos tani cili është fillimi i mençurisë, cila është ajo friga që duhet ta kemi që të jemi njerëz. Ti na mësoje, mësuesi jon, dashamiri, dhe ne të falenderojmë në emër të Atit, Birit, Frymës së Shenjtë. Amen. Pra, kështu, përshëndetje, dhe kthejmë që mund t'i përcjellim vargjet, t'i përcjellim edhe Ti shojmë disa ilustrime, sepse një ilustrim, një fotografi flet sikur 1000 fjalë, dhe shkojmë pra, hyrja është me temën e fundit të cilën studiuan, kuptuan çfarë është Ungjilli i përjetshëm. Pam se plani u vendos në kohën e përjetësisë së kaluar dhe në përjetësinë e ardhshme, të shpenguarit, të shpëtuarit do të vazhdojnë të t'i këndojnë lavdë e Atit dhe qengjit. Jezusi kishte një robe të përsosur, drejtësie, duke jetuar një jetë të përsosur dhe duke paguar dënimin për mëkatin e njerëzimit. Të gjitha ata që pretendojnë në robën e tij përmes pendimit, rrëfimit, besimit në Jezusin dhe pagëzimit do të shpëtohen dhe fitojnë mbretërinë e qiellit. Jezusi pra me Adamin e Even, me krijesat e tija, cilët i krijoi dhe cilët mjerisht për shkak të mosbindjes e humben robën e bardhë dhe robën e drejtësisë, e dritës, cilën do e marrim nga shpëtimtari ynë i dashur, nga Jezusi, i cili është në shejtrore, mbi shejtrore dhe ndërmjetëson për ne tani. Por Ungjilli i përjetshëm gjithashtu e bën ju bën kërkesë atyre që e pranojnë atë. Në zbulesin 14:7, që është vargu themelori i gjatë tërë këtij seriali, kemi 3 urdhëresa apo urdhërime për ata që e kanë përqafuar Ungjillin e përjetshëm, i cili thot: keni frikë nga Perëndia, jepjeni lavdi atij, adhurojeni atë. Për këtë çështje do flasim për gjatë tërë kohës kësaj radhe,
Pra, çfarë do të thotë të kemi frikë nga Perëndia dhe të japim lavdin atë. Vargu themelor, cilin e kemi përgjatë tërë kohës, është zbulesa 14:6. Çfarë thotë? Pastaj pash një engjëll tjetër që fluturonte në mes të qiellit dhe kishte ungjillin e përjetshëm që t'ua predikoj banorëve të dheut dhe çdo kombi, fisi, gjuhë dhe populli, dhe thoshte me zë të madh: druani Perëndin dhe jepni lavdi, sepse ora e gjyqit ti erdhi. Adhuroni atë që bëri qiellin dhe detin dhe burimet e ujrave. Kjo është esenca e asaj se çfarë do flasim. Pra, druani Perëndin dhe jepjani lavdi atij. Lajmi i parë është pjesëmarrja aktive e tashme, ose urdhërimi që ungjilli i përjetshëm na jep është të kemi frikë nga Zoti. Pse të kemi frikë? Si të kemi frikë? Mos të kesh frikë nga Zoti, pra që të kesh gëzim dhe frikë së bashku. Për të kesh respekt, të kesh konsiderat. Kjo për këtë është fjala. Do me thënë, jo të dridhemi, por të kemi respekt dhe kemi konsiderat. Të kesh frikë nga Zoti në kuptimin biblik, nuk do të thotë të dridhemi nga ai. Kjo shihet nga fakti se ne mund të kemi frikë nga Zoti dhe në të njëjtën kohë të përjetojmë gëzim. Pra, Zoti na jep gëzim, ne kemi respekt dhe kemi druajtje, si që thotë Biblia. Pra, dhe tani do shohemi shumë vargjet, të them të drejtën, isha befasuar se sa vargje biblike flasin për frikën. Dhe tani do i kemi disa, sepse nuk na kish premtu koha që ti marrim të gjithë. Psalmi 2, vargu 19, thot: shërbeni Zotit me frikë dhe gëzohuni me dridhje. Shërbeni me frikë, keni respekt, keni konsiderat dhe të nalun, si thot. Për të përdorur një analogji, Biblia na thot se duhet të kemi frikë nga babai dhe nëna. Kjo nuk do të thot se kemi frikë prej tyre, por përkundrazi se kemi një respekt të thellë për ta dhe i respektojmë. Levitiku 19, libri 3 i Mojsiut 19:3 thot: secili prej jush duhet të nderoj e njëjta fjalë për nënën dhe baban e tij dhe të respektoj të shtunat e mia, unë jam Zoti Perëndia juaj. Pra, është e njëjta fjalë që na thot që të kemi frikë nga Zoti, e cila është përdorur pra këtu. E njëjta fjalë sikur te urdhëra e Zotit. Pra, fjalët e urta, për Proverbrat 15:16 thot: më mirë pak me frikën e Zotit se sa thesar i madh me telashe. The beginning of wisdom, apo fillimi i urtësisë. Frika e Zotit është fillimi dhe themeli i çdo mençurie, që do të thotë se nëse nuk e kemi atë, nuk kemi fare mençuri. Pra, problemi është që njerëzit të cilët nuk, populli thot, nuk ju ka turp, nuk i vjen marrë, as i frigohet, as i tutet Zotit, as nuk i vjen marrë. Është e njëjta gjë. Pra, që dikush nuk i vjen turp, s'ka, që thot populli, fytyra ner, janë pikrisht pra këta persona. Pse duhet të kemi frikë? Duhet të kemi respekt, sepse ne jemi krijuar nga durët e Tija. Pra, për shkak ti ne ekzistojmë dhe kemi jetën. Kurse fjalët e urta kapitulli 9, vargu 10 thot: frika e Zotit është fillimi i mençurisë, fillimi i diturisë dhe njohja e së shajtit është kuptimi. Ja, në këtë është bazu pastor Stefan Born, i cili e ka emërtu ligjërimin e tretë nga lajmi i engjëjve, The Beginning of Wisdom, apo fillimi i mençurisë. Ngulitur në zemër nga Perëndia, ndërsa e njohim ato.
Nuk mund të vendosim thjesht se do të kemi frikë nga Perëndia sepse kjo është vendosur në zemër nga vetë Perëndia. Pra, frikën, respektin na jep Zoti kur na ja hapim zemrën. Vetëm hapjani zemrën, kërkojeni Zotit dhe ai do t'ju jep të gjitha ato se çfarë duhet, në këtë rast respektin, nderin dhe frikën. Kurse Jeremia 32 vargu 40 thot: Dhe unë do të bëj një beslidhje të përjetshme me ta që nuk do të largohem nga të bërit të mirë atyre, por do të shtije frikën time në zemrat e tyre në mënyrë që ata të mos largohen prej meje. Shumë e bukur kjo. Pra, njerëzit që kanë frikë nga Zoti, ata nuk largohen nga ai, sepse Zoti është burimi i jetës dhe pa te nuk kemi jetë. Pra, nëse dikush mendon që mund të jetoj vetë ashtu se si don ai. Frika e Zotit është më e mirë se pasuria. Ndoshta disa nuk do të pajtoheni, por ja që Biblia thot dhe kjo është një vërtet shumë e madhe. Frika e Zotit është më e mirë se pasuria. Fjalët e urta, kapitulli 15 vargu 16 thot: Më mirë pak me frikën e Zotit se sa një thesar i madh me telashe. Më mirë pak me frikën e Zotit se shumë me telashe. Frika është një zgjedhje. Pse? Nehemia, kapitulli 1 vargu 19 thot: O Zot, të lutem, qofshin veshët e tu të vëmendshëm ndaj lutjes së shërbëtorit tënd dhe lutjes së shërbëtorëve të tu që ndjejnë kënaqësi kur kanë frikë prej emrit tënd. Kanë pra frikë prej emrit tënd. Ata njerëz që kanë njerëzik tek vete, kanë frikë, kanë respekt, e kanë ndalën që thot populli prej emrit të Zotit. Jepi madje sot të lutem një sukses të mirë shërbëtorit tënd, lutet Nehemia, ju dini historinë e tij, besoj në dhjetën e vjetër lexoni tek Nehemia. Duke bërë që ai të gjej zemërbërësi në sytë e këtij njeriu, pra mbretit, unë atëherë isha kupëmbajtës i mbretit. Ju e dini se si ka qenë problemi, apo çështja dhe pse Nehemia është lutë kështu, ata ishin robëri, tani shumë vite, dhe ati Zoti kishti në zemër të flas me mbretin dhe të kërkoj ndihmë nga mbreti, ndihmë në njerëz dhe edhe në materiale, që të shkon në Jerusalem, që të riparohet, restaurohet pra muret dhe të rindërtohet qyteti. Dhe ky ja lutjen që e bën. Kurse fjalët e urta kapitulli 1 vargu 28 thot: Atëherë do të më thrasin mua, por une nuk do t'ju përgjigjem. Do të më kërkojnë me kujdes, por nuk do të më gjejnë, sepse kanë urryer dijen dhe nuk kanë zgjedhur frikën e Zotit. Vargu 30, nuk kanë dashur të pranojnë këshillën time dhe kanë përbuzur të gjitha qërtimet e mia. Pra, kur dikush e mohon, shkon ashtu se si çdon, dhe nuk e dëgjon zërin e ndërgjegjës që është zëri i Zotit, dhe nuk i pranon këshillet e Zotit, mandej lutjet e tij nuk dëgjohen. Një fakt shumë interesant lidhe me frikën është se frika mund të mësohet. Pra, nëse e ndjeni që nuk keni frikë mjaftueshëm nga Zoti, ju mund ta mësoni. Psalmi 34:11 thot: E janë ju fëmijë, më dëgjoni, une do t'ju mësoj frikën e Zotit. Psalmisti i thret që fëmijët, pra të rit, djemë dhe vajzat, që t'i mësoj frikën e Zotit. Por, çfarë do të thotë të kesh frikë nga Zoti? Frika e Zotit ose frika nga Zoti ka një kuptim të pasur në Bibël. Është si një diamant me shumë tehe, me disa konotacione plotësuese.
Pra, friga e Zotit është si një diamant i vlefshëm. Për të kuptuar konceptin në Zbulesën 14:7, që është lajmi i fundit i Biblës, lajmi i 3 engjëve, duhet të marrim parasysh të gjitha dëshmitë biblike. Sipas përkufizimit, friga e Zotit ose friga nga Zoti është një qëndrim i thellë, respekti, admirimi, nderimi dhe adhurimi ndaj tij për shkak të asaj që ai është krijuesi. Pra, krijuesi i cili na krijoi nga dheu, i cili na dha frymën e tij dhe ne u bëm qenje e gjallë. Psalmi 33 vargu 6 deri 9 thot: me fjalën e Zotit u krijuan qiejt dhe gjithë ushtria e tyre me frymën e gojës së tij. Vargu 7: ai mbledh ujërat e detit si një grumbull. Ai i vendos thellësitë në depo. Kurse vargu 8: le të kemi frikë gjithë toka nga Zoti. Le të kemi frikë prej tij të gjithë banorët e botës, sepse ai foli dhe u bë, ai urdhëroi dhe u vendos. Pra, logos, ja, një fotografi shumë e bukur dhe madhështore, planeti i cili i ri, i cili po krijohet nga dora e krijuesit, Ati, Biri dhe Shpirti i Shejt, të cilët bashkë krijuan pra planetin e quajtur tokë nga goja e tij, si na tha psalmisti. Ai vendos thellësitë në depo, le të kemi frikë, le të gjithë banorët, sepse ai foli dhe u bë. Pra, logos, fjala dul nga goja e krijuesit dhe dita parë errësira nga drita, dita dytë u tregu pjesa e terror dhe pjesa e ujit, pra ujrat, e pastaj gjallësat, saktësisht natyra, sipas llojeve gjelbrimi, zogje shpezet dhe në fund pra njeriu. Jemi të dashur miq, motra dhe vëllezër, me temën e tretë nga pastor Stefan Born, The Beginning of Wisdom, apo fillimi i mençurisë i diturisë. Kurse Jeremia kapitulli 10, vargu 6 dhe 7 thot: meqense nuk ka askush si ti o Zot, ti je i madh dhe emri yt është i madh në fuqi. Kush nuk do të ketë frikë, o mbret i kombëve, sepse kjo është e drejta jote e ligjshme, sepse midis të gjithë njerëzve të mençur të kombëve dhe në të gjithë mbretërinë e tyre nuk ka askush si ti. Kush është sikur ti, o Zot? Kjo është arsyeja pse duhet adhuruar Zotin mes tjerash. Argumenti tjetër është sepse është distanca dhe afërsia. Në librin madhështor nga Ellen White, Child Guidance, gjejmë një përshkrim të shkurtër dhe të thellë të asaj që do të thotë të kesh frikë nga Perëndia. Në faqen 538 thotë: nderimi i vërtet për Zotin frymëzohet nga një ndjenje madhështisë së tij të pafundme dhe një realizim i pranisë së tij. Ja, citati original, pra, në faqe 538. Pra, ne kemi frikë nga Zoti, saktësisht kemi respekt, pse? Sepse është shumë i madh, është i mrekullueshëm dhe është çdo kund i pranishëm, është gjithmonë i pranishëm. Çka ne si njerëz fizik këta vështirë mund ta e kuptojmë. Kurse Isaia 57:15 thot: sepse kështu thot i larti dhe i madhërishmi që banon përjetësinë dhe emri i cilit është i shejti. Unë e banoj në vendin e lartë dhe të shejt dhe bashkë me atë që është i penduar dhe i përullur nga fryma, për të ngjallur frymën e të përullurve, për të ngjallur frymën e të penduarve. Pra, ata që janë të thjesht, që kush janë ata? Ata që nuk kanë një mendim që une jam dikushi, une jam, nuk e di, ky apo ai,
Pra ka një mendim të thjesht për veten, duke e lasu karakterin e Zotit. Një afërsi e intimitetit. Do të thotë të qëndrosh i lidhur me Zotin është e njëjta fjalë që përdoret në Zanafillën 2:24 për të folur për Even që i qëndroi besnike burrit të saj, kurse Psalmi 102:5 kockat ngjiten pas lëkurës dhe Psalmi 137 gjatë gjuha ngjitet pas qiellzës. Ashtu sikur gjuha ngjitet pas qiellzës, kockat me lëkurën. Gruaja besnike është besnike burrit vet dhe është e lidhur vetëm me te dhe me askën tjetër. Ashtu ne duhet të jemi të lidhur, kemi afërsi dhe intimitet me Krijuesin tonë. Vini re se të gjitha fjalët e tjera janë sinonime, për shembull te ligji për trirë, që është libri 5 i Mojseut, 13:4 thotë, do të ecësh pas Zotit Perëndis tënd dhe do të kesh frikë, atë do të zbatosh urdhërimet e tij dhe do të bindesh zërit të tij, do të shërbesh atij dhe do të qëndrosh i lidhur fort me të. Respekti për emrin e tij të mrekullueshëm dhe të shenjtë. Kurse ligji për trirë, kapitulli 28, vargu 58 dhe 59 thotë: nëse nuk i zbatoni me kujdes të gjitha fjalët e këtij ligji, që janë shkruar në këtë libër, që do të keni frikë nga ky emër i lavdishëm dhe i tmeshëm, Zoti Perëndia juaj, atëherë Zoti do të sjellë mbi ju dhe pasasit tuaj plagë të jashtëzakonshme, plagë të mëdha dhe të zgjatura dhe sëmundje të rënda dhe të zgjatura. Kurse Psalmi 101, vargu 9, ai ka dërguar shpëtimin popullit të tij. Ai ka urdhëruar beslidhjen e tij përgjithmonë, i shajti dhe i tmeshëm është emri i tij. Kurse Egzodi, 10 urdhërimet, Egzodi 20, vargu 7 thotë: nuk do të përdorësh emrin e Zotit Perëndis tënd, që është urdhra e tretë, kot, sepse Zoti nuk do të lë të pafajshëm atë që përdor emrin e tij kot. Kjo është një vërtet shumë e madhe. Jezusi është ai i cili shkroi 10 urdhërimet me dorën e tij dhe unë jam ai që jam Jahve, JHVH, dhe ja dha Mojseut në 2 pllaka guri. Dhe ja dha Mojseut në 2 pllaka guri, i të shkruar me dorën e tij. Okej. Dhe çfarë thot aty? Kurse lutja elementare te Mateu 6, fillestare elementare aty, kapitulli i cila është shkruar te Mateu kapitulli 6 prej vargut 9 deri në vargun 13. Thot u shejtroft emri yt. Ju lutem, nëse nuk e dini, jepjani vetes detyrë ta mësoni këto përmendesh. Kjo është lutja themelore. Por Pastor Borni këtu e jep një koment shumë interesant dhe më rëndësi, duke shprehjesh në zhargon që përmendet emri i Zotit si Gi, God apo Gi dhe Gosh, oh my gosh, është shumë e popularizuar, nëse i shikoni filmat të Hollywoodit, viteve të fundit, nuk thot oh my God, por thuhet oh my gosh. Çka është një gabim shumë i madh, sepse emri i Zotit është God e jo Gosh. Pra, çka është një gabim i cili duhet të korrigjohet dhe së paku ne të dashur fëmijët tonë dhe ata që na dëgjojnë, duhet t'i mësojmë që emri i Zotit është Zot, apo ju dini shkurticat përdoren shpesh, por kur është pyetja emri i Zotit, kjo nuk duhet bërë. Përdorimi i emrit të Zotit në këngë pa menduar për atë që po themi, keni kujdes kur përsëritet emri i tij i mrekullueshëm në lutje. Hebrejët as nuk guxonin ta shqiptonin emrin e beslidhjes JHVH, pra Jahve, JHVH,
Dhe ju e dini se edhe kerubimet kur e përmendin emrin e Zotit, ata mbulonin fytyrën e tyre nga respekti. Frika e Zotit do të ndikojnë në mënyrë se si e adhuroni atë, si e adhuroni Zotin. Do të thotë të adhurosh Perëndin në bukurin e shejtris, si veshemi, çfarë lloj muzike luani, dëgjoni, ose këndoni, apo jo, nëse përtypni çamçakez, apo sakëz, apo gom, nëse do atë trokisni, apo thoni emrin, amen, aleluja, apo jo. Pra, nga të gjitha këto më varet se si çfarë qëndrimi, a kemi respekt ndaj Zotit apo jo. Pra, andaj edhe bashkësitë e shumta, kjo është njëra prej bashkësive tona, të cilat janë maset 85.000 në botë, vetëm rajonin ton këtu ka 220, njërisht jo shumë në Kosovë, por e jep Zoti edhe këtu do bëhen. Pra, duhet të ka një nivel, një bukpastërti, një rregull, një bukuri dhe një respekt që ai të jeti pranishëm. E para kronikave 16, vargu 29 dhe 30, jepni Zotit lavdi që i takon emrit të tij, sillni një ofertë dhe ejani para tij, adhuroni Zotin në bukurinë e shejtrisë, dridhuni para tij, o të gjithë toka, edhe bota është e vendosur fort, nuk do të lëkund. Pra, sillni thot ofertat, sillni dhuratat, planifikoni që ato t'i jepni, Biblia thot, dhe ne praktikojmë të jepim 10% dhe ofertat gjithashtu, po planifikoni të gjitha për adhurimin e Zotit, sjelljen e ofertave, dhuratave e kështu me radhë. Si adhuron të Izraeli kur prania e Zotit u shfaq. E dyta Kronikasve, kapitulli 7, vargu 3. Kur të gjithë bitë e Izraelit panë se si zbriti zjarri dhe lavdia e Zotit mbi tempull, ata u përkullin me fytyrë për toke, mbi dysheme dhe adhuruan dhe lavduan Zotin duke thënë, sepse ai është i mirë, sepse mëshira e tij zgjat për jetë. U përullen për toke dhe mbi dysheme dhe adhuruan dhe lavduan Perëndin. A do t'i thot Algjira atij që e formoi, çfarë më bën? Pra, ne jemi algjirat, bëm nga dheu, kurse krijuesi jon është Zoti. Kujtoni çfarë i ndodhi Nebukadnezarit kur u mbush me krenari. Gjevahiri arsyes u hoq dhe ai u bë menjëherë si një bish. Perëndia na jep fuqinë për të arsyetuar në mënyrë që mund të sundojmë mbi të arrim gjëra. Për këtë lexojmë tek Danieli kapitulli 4 nga vargu 28 deri 37, frika e Zotit do të thotë ti besosh atij. Ju kujtohet ç'është Danieli. Ky mbreti tek Danieli 4, Danieli mbreti filloi të thotë, a nuk është kjo Babilonia e madhe që unë e ndërtova si seli mbretërore, me forcën e pushtetit tim dhe për lavdin e madhërisë sime. Nebukadnezari aq u krenu pra me qytetin që e ndërtoi, me mbretërin, kjo ka qenë mbretëri, cilën e ndërtoi dhe njërisht aq shumë u bë krenar që arsyeja u hoq, pra lujti prej mendve sot dhe u bë si një bish. Dini që një vjet ai ka qenë në mal dhe ka hangër bari si bishat derisa nuk ju ka kthy përsëri pra mençuria saktësisht arsyeja. Pra krenaria mund aq të sjell denat që sikur të Nebukadnezari, mbreti i Babilonisë në kohën e Danielit, që njeriu pra të çmendet, sikur që e kemi rastin këtu.
Kurse Psalmi 115 vargu 11 thot, ju që i friksoheni Zotit, mbështetuni te Zoti, ai është ndihma dhe mburoja jon. Pra, keni respekt ndaj Zotit, keni dashuri, hapjani zemrën që ai të hynë. Tek Isaia kapitulli 6, kur ju lajmëru Zoti, Isaia tha, o Zot, unë jam një njeri me buzë të papastra dhe jetoj në mes të njerëzve të papastër, por thot lavdia e Zotit mu çfaq në tempull duke. Dhe zëri cili tha, kush do të na shkoj? Isaia tha, ja une më dërgo mua. Lexoni Isaiin kapitulli 6. Ose tek Mojsiu, Egzodi kapitulli 3, vargu 5 dhe 6, kur Mojsiu i thot Zoti Mojsiut të shkon te faraoni ta nxjerr popullin. Mojsiu thot, po si mund ta bëj unë këtë? Madje edhe nuk jam orator i mirë, madje edhe kam gjecje në të folë, Zoti, unë do t'jam kush ja ka kriju njeriu të gojen. Unë do t'jam me ty dhe do të ndihmoj dhe Zoti dhe Mojsiu pra shkoi dhe të gjitha ato peripetite, pengesat tek faraoni që i kishte dhe e arriti pra e bëri Zoti, sepse Zoti na përdor, ne jemi vetëm një vegël, ajo është ajo përmbajtja. Ose rasti tjetër kur Pietri u takua me Jezusin, te Luka 5:8, frika e Zotit do të thotë të jesh i përullur. Jo e dini ai shikimi kur Pietri e pa Jezusin dhe kur Jezusi i tha që do të më mohosh 3 herë gjeli, nuk do të këndoj 1 herë. Dhe kur Pietri pa Jezusin duke zbrit shkallëve dhe ju kujtuan këto fjalë dhe ai u pendua. Ne jemi njerëzor, pra jemi njerëz nga dheu, humus, është fjala humus, krijesa prej balte. Ne nuk jemi asgjë pa Perëndin. Perëndia na e ka dhënë jetën dhe jeta është dhuratë e tij. Dhe kur të vjen koha, jeta edhe na mirët, na prap shndrohem në dhe. Ju e dini këtë slide aq të bukur dhe të mrekullueshëm, dhe jashtëzakonisht të vlefshëm, kur krijuesi vet nuk tha le të mbushet hapësirat qiellore me krijesa sipas llojit vet, edhe kafshët, deti, por tani zbriti dhe formuloj, dhe kur Adami hapi syt, Adam do me thonë dhe, gjërën par që ishte krijuesi, pra ishte Jezusi, dhe që njeriu bëhet qenie e gjallë. Pra jeta është dhuratë nga krijuesi. Ne jemi dhe, jemi humus, balt. Andaj këtu është çështja, kjo është çështja, që të kuptojmë se kush jemi, çka jemi, dhe pa Zotin jemi askush dhe asgjë, pra vetëm dhe i thjesht. Psalmi kapitulli 9 vargu 20, vëreni në frikë o Zot, që kombet të dinë se janë vetëm njerëz. Të kuptojmë se jemi vetëm njerëz nga mishi dhe gjaku, se sot jemi, nese nuk jemi. Ashtu sikur të gjithë paraardhësit tonë që tani më nuk janë, ashtu edhe ne të gjithë jemi duke shkuar asoj rrugë dhe askush nuk mund të ikë. Pra, jeta është dhuratë nga krijuesi, nga jetëdhënësi. Kurse Isaia 45:9, mirë ai që lufton me krijuesin e tij, le të luftoj copa e enëve me copat e enëve të tokës. Ne jemi balt. Frika e Zotit ndikon në stilin e jetës, mënyrën se si jetojmë. Por frika e Zotit nuk është vetëm një qëndrim i mendjes. Frika nga Zoti përkthehet gjithmonë në sjellje të duhur etike. Pra, kur kemi frikë nga Zotin, ajo shihet, vërehet në jetën tonë të përditshme, në personalitetin tonë, në karakterin tonë. Deri tani, konotacioni më i spikatur i frikës nga Zoti është se
ajo gjithmonë përkthehet në shërbim dhe bindje të dashur. Në të kundërt, kur njerëzit nuk kanë frikë nga Zoti, sjellja e tyre etike e zbulon atë. Andaj, dikush mund të bëhet edhe kriminal, edhe bëhet edhe mashtrane, vjedh, pse nuk ka frikë Zotin. Edhe ja lejon vetes që të bëj për gjëra të tilla. Kurse Zanafilla 20, vargu i 19 thot, dhe Abrahami tha, sepse mendova me siguri friga nga Zoti nuk është në këtë vend, dhe ata do të më vrasin për shkak të gruas sime. Çfarë ka qenë problemi? Abrahami kishte ardhur në një qytet ku udhtonte për Kanan, dhe me qenë se gruaja e tij ishte shumë e bukur, ai tha nuk e kam gru, por e kam motër, se ka menduar që këta njerëz nuk e kanë frikë Zotin dhe do e vrasin që t'ja marrin gruan e tij, sepse ajo Sara ishte e bukur. Kur dikush nuk ka frikë prej Zotit, mund bën çdo gjë dhe është asgjë për të. Pra, vret një njeri sikur të pren një pul. Dhe kjo është çështja. Kurse Eksodi 1:17, por mamit kishin frikë nga Perëndia dhe nuk vepruan ashtu siç i urdhëroi mbreti i Egjiptit, por i lanë gjallë fëmijët meshkuj. Çfarë ka ndodhur? Meqense se faraoni kishte dëgjuar që në mes të robërve të tij Izraelit do të lind dikush që do e nxjerr popullin i cili tani më 400 e disa vite ishte robër dhe punonte, jetoni në Izrael dhe punonte për një kafshat goje, siç thot populli, dhe urdhëroi mamit kur i ndihmojnë grave hebreje që të lindin dhe shohin që është mashkull, atëre myten e foshnjën, e kur e shoni që është vajzë, lejeni. Por, çka thot? Mamit e Egjiptit kishin frikë nga Perëndia dhe nuk vepruan siç i kishte urdhëruar mbreti i Egjiptit, pra faraoni, por i lanë gjallë fëmijët meshkuj. Pra, edhe këto gra pagane, cilat nuk e njenin Zotin e vërtet, Jahven, ato patën frikë nga Zoti dhe nuk vepruan ashtu siç ju kishte thënë. Kurse Predikuesi kapitulli 8, vargu 19 dhe 13 thot, me qenë se dënimi kundër një vepre të keqe nuk ekzekutohet shpejt, zemra e bijve të njerëzve është plotësisht e vendosur në to për të bërë të keqen. Edhe sikur mëkatari të bëjë të keqen 100 herë dhe ditët e tij të zgjaten, unë e di me siguri se do të jetë mirë për ata që kanë frikë nga Perëndia, që kanë frikë para tij. Por nuk do të jetë mirë për të pabesin, as nuk do të zgjaten ditët e tij që janë si hija, sepse nuk kanë frikë para Perëndis. Solomoni thot që është problemi që sa gabon njeri nuk vjen me një ndëshkimi. Sikur na kishar me një ndëshkimi, njerëzit kishin frigu, kishin thënë jo, nuk guxoj ta e bëj, sepse me një do të ndëshkohem. Por Zoti është i mëshirshëm dhe lejon që njeri të bën keq një herë, nëse ashtu ka vendosur mjerisht, të bën 2 e 3 e mandej një ditë edhe i vjen patjetër fundi. Por çka thot Solomoni? Është mirë të bësh mirë dhe të kesh frikë nga Zoti dhe të stoposh veten, mos të bësh ato se të gjitha çdo gjë që mundesh. Kurse Romakëve kapitulli 3 vargu 10, për nga vargu 10 thot, siç është shkruar, nuk ka askënd të drejtë, as edhe një. Nuk ka askënd që të kuptoj, nuk ka askënd që të kërkoj Perëndin. Të gjithë janë larguar, së bashku janë bërë të padobishëm, nuk ka askënd që të bëj të mirën, as edhe një.
Gryka atyre është një var i hapur. Në gjuhët e tyre kanë praktikuar mashtrimin, helm gjarpërish, ka në buzët e tyre. Goja e cilëve është plot me mallkim dhe hidhërim. Vargu 15. Këmbët e tyre janë të shpejta për të derdhur gjak. Në udhët e tyre ka rënim dhe gjëm. Edhe nuk do të kanë njohur udhën e paqes, nuk ka druajtjen e Perëndis para syve të tyre. Kësi janë njerëzit që se njohin Zotin. Njerëzit që se njohin Zotin janë me plot mlef, që se kanë frikën e Zotit, janë të shpejt të bëjnë, të derdhin gjak mandej, ka rënime, nuk e duan paqen, dhe nuk e kanë frikën e Zotit, pra edhe gënjejnë, mashtrojnë, vjedhin, bëjnë një moral, dhe thojnë, të une, qka du me bëj, qka të vjen në dorë me bëj. Pra kjo është një merë dhe një tragedi. Të dashur miq, motra dhe vëllezër, jem duke folur nga pastor Stefan Born, mësimi numër 3, The Beginning of Wisdom, pra fillimi i mençurisë apo i dytërisë. Friga nga Perëndia është e lidhur me bindje ndaj 10 urdhërimeve që Perëndia i dha në malin Sinai. Ndoshta këtu ka pak keq kuptime nga madje edhe nga shumë njerëz që e lexojnë Biblen duke menduar që ligji i Zotit është shkëputur ligji ceremonial, po jo moral. Këtu është një çështje shumë e rëndësishme, sepse ligji moral Zoti e shkroi me dorën e vet dhe ja dha Mojsiut. Çfarë thot ligji moral? Thot ndero prindin, nan dhe bab, mos vjedh, mos vroj, mos bëjo moral, mos gënje, mos lakmo, kijeni Zot, mos ndërto figura, piktura, mos e merr emrin e Zotit kot, të bie nërmend dita 7, dita 7 për ta shëtruar. Këto janë 10 urdhërimet që Zoti i shkroi dhe i dha Mojsiut. Të cilat ishin dje, sot dhe nesër dhe të cilat nuk ka ndryshim. Ligji i përtrir, libri 5 i Mojsiut, kapitulli 4 vargu 10 thot, veçanërisht në ditën gjatë cilit jeni paraqitur para Zotit Perëndis tuaj në Horeb, kur Zoti më tha, më mbledh popullin dhe ai të dëgjoj fjalët e mia, që të mësoj të më kanë frikë gjatë të gjithë ditëve që do të jetojnë mbi tokë dhe të mësoj bijve të tyre. Atëherë ju u afruat dhe u ndalet në këmbët e malit, dhe mali digjej nga flakët dhe që ngriteshin në mes të qiellit dhe ishte rrethuar nga terina, nga një re dhe një errësirë e dendur. Zoti ju foli nga mesi i zjarrit, ju dëgjuat tingullimin e fjalëve, por nuk patet asnjë figurë, dëgjuat vetëm një zë, kështu ai ju shpalli beslidhjen e tij që ju porosit të respektoni, do me thënë, të 10 urdhërimet dhe i shkroi mbi 2 pllaka prej guri. Pra, 2 pllaka prej guri i shkroi dhe ja dha Mojsiut, që të janë, Jezusi ka thënë, nëse me doni zbatoni urdhërimet e mia nuk janë të rënda. Pra, nuk është vështirë të mos gënjejmë kur e dojmë Zotin, kur e respektojmë ato, të mos vjedhim, të mos bëjmë jo moral, të mos gënjejmë, të mos lakmojmë, të ndërojmë nonën e babën, pllaka 2, pllaka parë, thot ta kemi një Zot, mos ta marrim në emrin e Zotit kot, mos ndërtojmë figura, piktura, idhuj, shejtor, kundër të cilët Bibla flet, që janë idhujtari, dhe të më respektojnë ditën e 7, pra ditën e 7. Kur kemi frikë, mandej kemi kujdes edhe për njerëzit. Levitiku 19:24 dhe vargu 32 thot, nuk do të mallkosh të shurdhërin, as nuk do të vesh pengesa para të verbrit, ki frikë nga Perëndia. Pra, as dikush që është i shurdhër, as pra me aftësit kufizume, si që themi ne sot,
apo i verbëri, edhe ai i verbëri është i vlefshëm para Zotit, nuk do ta e mallkon, nuk do t'i bën diçka keq. Unë jam Zotin, do të ngrihesh para atij që ka flokë të thinjur dhe do të nderosh praninë e një plaku dhe ki frikë nga Perëndia yt, unë jam Zoti. Pra, një njeri që ka frikë nga Zoti, ai ka edhe respekt për njerëzit. Ai e madje edhe të shurdhërin, edhe memecin, edhe verbërin, i respekton dhe i ndihmon me aq sa mundet. Kurse Levitiku 25, 17-36 thot, prandaj nuk do të shtypni njëri tjetrin, por do të keni frikë nga Perëndia yt, sepse unë jam Zoti Perëndia yt. Mos merrni prej tij fajde as kamat, por keni frikë nga Perëndia yt që vëllai yt të jetoj me ty. Pra, shumë e bukur dhe interesante, Bibla e flet që mos të marrim pra kredi në gjuhë të sotme. Kjo është kamat me fajde, me kamat ose para me fajde. Pra, e dini si funksionon ajo, i merr 1.000 euro, i kthen 1.200, 300, 400, 500, nuk e di. Dhe ata që kanë marrë e din, dhe është diçka që Biblia nuk e preferon dhe e ndalon, por kjo është zotarizuar në kohën e sotme. Ne nuk jemi, unë personalisht nuk jam për këtë dhe e falenderojmë Zotin që jemi të hirë nga kjo. Dhe nuk bëjmë atë në atë mënyrë, nuk veprojmë, pra nuk marrim kredi. Ne kemi punë të dashur miq, motra dhe vëllezër, me krijuesin e qiellit dhe tokës dhe me krijuesin e universit, me Jezusin. Ky është udhëhesi, udhëprisi dhe shefi jon dhe krijuesi i planetit dhe i neve njerëzve. Andaj do të kemi frikë nga ai dhe çdo gjë të zgjidhim me të. Levitiku 25 vargu 43 nuk do të sunosh me ashpërsi, por do të kesh frikë nga Perëndia yt. Pra, nuk do të jem të vrazhd dhe të ashpër mbi dike ku e kemi pozitën dhe mund ta e bëjmë ato, se ajo nuk, edhe që e kemi pozitën, pra nuk është biblike. Nëse kemi frikë nga Zoti, kemi respekt, dhe ato se çfarë nuk duam që neve të na bën dikush, as na nuk do t'ju bëjmë të tjerëve. Kurse ligji për trirë, libri 5 i Mojsiut, kapitulli 5, vargu 29 thot, sikur të kisha një zemër të tillë në të, sa të më kishin frikë dhe të zbatonin gjithmonë të gjitha urdhërimet e mia. Do të ishin mirë për ta dhe për fëmijët e tyre për gjithmonë. Sikur nëse i respektojmë urdhërimet e Zotit, do të jetë mirë për ne dhe për fëmijët tonë për gjithmonë. Kurse ligji për trirë, kapitulli 8, vargu i 6 thot, prandaj do t'i zbatosh urdhërimet e Zotit Perëndis tënd, që të jetësh në rrugët e tij dhe të kesh frikë prej tij. Kurse ligji për trirë, kapitulli 10, vargu 11-12, dhe tani o Izrael, çfarë kërkon Zoti Perëndia yt nga ti, përveç se të kesh frikë nga Zoti Perëndia yt, të ecësh në të gjitha rrugët e tij dhe të duash atë, të shërbesh Zotit Perëndis tënd me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt, dhe të zbatosh urdhërimet e Zotit dhe statutet e tij, që une të urdhëroj sot për të mirën tënde. Kurse Psalmi 103, vargu 17-18 thuan, por mëshira e Zotit është nga përjetësia në përjetësi për ata që kanë frikë, dhe drejtësia e tij për bijtë e bijve, për ata që mbajnë beslidhen e tij dhe për ata që kujtojnë urdhërimet e tij për të zbatuar ato. Duani Zotin, Jezusi është afër, thirreni. Jezusi është i gjallë, flet secilit në gjuhën e vet, gjuhën amtare, me gjuhën cilën ai mendon. Ndoshta jemi shqiptar, por jetojmë diku jashtë gjatë dhe mendojmë në atë gjuhë në vendin cilën jetojmë. Thirreni, folni me të, hapjani zemrën, thirrni zemrën tuaj dhe ai do t'ju flet.
Kurse e para Samuelit 12:14, në qoftë se keni frikë nga Zoti, shërbeni dhe dëgjoni zërin e tij, dhe nuk ngrini krye kundër urdhërimeve të Zotit, atëherë ju do të mbeteni që ju dhe mbeteni që mbretërojnë mbi ju, mbretët që mbretërojnë mbi ju, do të ndiqni Zotin Perëndin tuaj. Vargu 15. Në rast se nuk i bindeni zërit të Zotit dhe kundërshtoni urdhërimet e tij, atëherë dora e Zotit do të ngrihet kundër jush, ashtu si është ngritur kundër etërve tuaj. Kurse para Samuelit 12:24, vetëm keni frikë nga Zoti dhe i shërbeni besnikrisht, shumë fjalë e bukur, me gjithë zemër, mbani parasysh gjërat e mëdha që ka bërë për ju. Por në rast se vazhdoni të bëni të keqen, si ju ashtu dhe mbreti juaj do të flakeni tutje. Mesia i vajosur, Zoti jon, është Zoti gjallë, çdo kund i pranishëm, 24:7 që themi ne sot, dhe thot e janë të kune. Hapini durët drejt tij, kërkojeni, thirreni, ftojeni në zemrën tuaj, në jetën tuaj, në familjen tuaj. Kurse predikuesi 12:13-14, le të dëgjojmë përfundimin e gjithë çështjes. Ki frikë nga Perëndia dhe zbato urdhërimet e tij, sepse kjo është gjithë detyra e njeriut. Sepse Perëndia do të vërë në gjyq çdo vepër, përfshirë çdo gjë të fshehtë, qoftë e mirë apo e keqe. Mesia i vajosur, Zoti Jezus, është Zoti gjallë dhe ne të gjithë do dalim para tij, por thot Bibla, ata që e pranojnë as nuk dalin në gjyq, por nga vdekja kanë kaluar në jetë. Kjo është madhësia e Zotit gjallë dhe vërtet. Zanafilla 22:12 thot, dhe ai tha, mos e vër dorën mbi djalin dhe mos i bëj asgjë, sepse tani e di se ti ke frikë nga Perëndia, pasi nuk më ke kursyer birin tënd të vetëm. E dini, është ky Abrahami, i cili nuk e kursej për djalin e vet, cili mbas 25 vjet martese i lindi, dhe kur Zoti ja kërkoi ai që i gatshëm që ta e flijon. Kurse Jobi, kapitulli 1 vargu 8-9 thot, atëherë Zoti i tha Satanait, a ke vërë re shëptorin tim Job, se nuk ka asnjë si ai në tokë, një njeri të paqërtueshëm dhe të drejtë, që i friksohet Perëndis dhe i largohet së keqes. Atëherë Satanai u përgjigj Zotit dhe tha, ka Jobi frikë nga Perëndia kot? Dhe i tha njeriut, ja frika e Zotit është dituria dhe largimi nga e keqja dhe është zgjuarësi. Ju e dini rastin e Jobit. Ju lutem lexojeni librin e Jobit, ka 42 kapituj, mund të lexojmë për disa orë. Nëse nuk e dini, nuk e njihni historinë, që ta njihni rastin e veçantë që një herë ka ndodhur në histori, pra që Zoti ka leju t'i bëhet e keqe këtij njeriu, që të dëshmoj ai vërtet besimin dhe dashurinë, dhe Jobi e dëshmoi këtë. Jo për interes, se Satanai i thot Zotit, Jobi të shërben për shkak interesit, se ti ja ki jep të gjitha të mirat, por merja ato e shihe do të shërbej. Dhe Zoti i lejoi që kjo të ndodh, dhe vërtet ndodhi, ati i vdiqën edhe 7 djemë, 3 vajza, humbi pasurin, mandej pati edhe vujtje në trup me plag, por mbi të gjitha ai nuk e mohoi Zotin, nuk u hidhëru në Zotin. Ai prap pati besim duke mos e kuptuar synë sepse po i ndodh të gjitha ajo. Dhe në fund Zoti ja kthei të gjitha dhe ai pati përsëri fëmijë dhe 4 brezna më tutje i përjetoi një histori e mrekullueshme. Jobi tha, ja frika e Zotit është dituria dhe largimi nga e keqja është zgjuarësia. Lexoni librin e Jobit, është i mrekullueshëm. Kurse fjalët e urta apo proverbat
kapitulli 8, vargu 13, thot, frika e Zotit është të urresh të keqen. Unë e urrej krenarin, arrogancën, rrugën e keqe dhe gojën e çoroditur. Pra, besimtarët e Zotit nuk bëjnë keq, nuk duan, jo që nuk muajnë, mund të bëjnë keq. Edhe janë të thjesht për ullur, nuk janë arrogant, që i nënçmojnë të tjerët, madje edhe një, si që lezu më herët, një të verbër, një të qalë, një handicap e kështu me radhë duke çmu çdo person. Sepse Jezusi është ai, shihojmë këtu, se si shkon pas delës së humbur, i kalon 99 dele të shkoj pas kësaj të humbures, sepse është Zoti i dashurisë. Ne nuk i shërbejmë idhujve, por Zotit të gjallë, krijuesit të qiellit së tokës, krijuesit të universit. Fjalët e urta 16:6 thot, me mëshirën dhe vërtetësinë sigurohet shlyerja për paudhësinë, dhe me frikën e Zotit njeriu largohet nga e keqja. Pra, nuk do të bë keq. Çfarë do të thonë? Do të thonë, nuk do të gënjej, nuk do të mashtroj, nuk do të vjedh, nuk do të bëjë moral. Do të respektoj pra të gjithë e spari më shumë të Zotin. Kurse fjalët e urta 3:7, mos u tregoj urt në sytë e tu, ky frikë nga Zoti dhe largohu nga e keqja. Pra, mos mendoni që jemi dikush dhe jemi diçka, mund të jemi të arsimuar dhe duhet të arsimohem. Dhe është shumë e bukur dhe duhet të kemi madje edhe tituj. Pra, kushdo që ka mundësi, sigurisht të bëhem inxhinier, të bëhem profesor, të bëhem të gjitha profesionet që mund të t'i bëjmë. Pra, jo vetëm të shkruajmë shkollën e mesme, fakultetin, mandej edhe masterin, edhe doktoraturën e çdo gjë çka ka mundësi. Por frika ndaj Zotit është më e madhja, do me thonë respekti. Andaj, lajmi 3 engjujve është ngushtë i lidhur me frikën e Zotit, pra respekti ndaj tij. Fjalët e urta 14:2, kush ecën në drejtsinë e tij i friksohet Zotit, por kush është i çoroditur në udhët e tij e përçmon ato. Andaj, lajmi i engjullit parë thot, druani Perëndin dhe jepjani lavdin atij. Keni frikë nga Zoti. Josueu 20, do përfundojmë tani 24:14 thot, prandaj tani keni frikë nga Zoti, shërbeni atij me sinqeritet dhe me të vërtetë, me sinqeritet, shumë fjalë e bukur dhe me të vërtetë. Hiqni perëndit të cilëve u shërben etrit tuaj, matan lumit, dhe në Egjipt shërbeni Zotit. Pra jo idhujt e popujve. Ju e dini sa idhujt i janë për rreth nesh, i ka populli jonë, ne kemi folur dhe do të folasim edhe më tutje me vllaun Keni në serialin që e kishim më herët. Ju lutem shikojni në YouTube janë të gjitha me vllaun Kenet Bisaku dhe shiheni sa është e tmeshme ajo pse si ka ardhur situata deri sot. Kështu siç është. Hebrejve 11:7, me anë të besimit Noeu i paralajmëruar hyjnësisht për gjëra që ende nuk i shinin, i nxitur nga frika e Perëndis, ndërtoi një ark për shpëtimin e shtëpisë së tij, me anë të cilës dënoi botën dhe u bë trashëgimitar i drejtësisë që është me anë të besimit. Ju e dini, gjenerata 7 nga Adami, Noe, pra 1000 vjet pas krijimit, Zoti i tha që të bëj një anije, nuk binte shi, si është sot situata, dhe më vonë, dhe njerëzit talleshin, qeshin, çfarë bën ky njeri, ky nuk është në rregull, ky dhe 3 djemtë e tij, nuset dhe bashortja, pra këta njerëz 120 vjet ndërtuan anijen dhe i thirrën njerëzit në fund që të hyjnë, por ata talleshin dhe derisa një ditë u bë vonë. Pra, Noa i paralajmëruar nga Zoti, e bëri, kishte frikë Zotin, ndërtoi arkën për shpëtimin
dhe e familjes e tij dhe shumë tjerëve, ai ftoi këta njerëz, i ftoi që të vinë, janë fshinjt, janë kushërit, fare fisi, por njerëzit talleshin, qeshin, e thonin, po çfarë flet ky, nuk është në rregull, ky ka lujt nga mendja, por mjerisht e dini historinë se nuk ishte ashtu. Hebrejve 12:28 thot, prandaj duke marrë mbretërinë të patundur, le të ruajmë këtë hir apo këtë mëshirë me anë të cilës i shërbejmë Perëndis në mënyrë të pëlqyeshme, me nderim e me frikë, sepse Perëndia ynë është një zjarr që konsumon. Perëndia ynë është një zjarr që konsumon. E dyta Korintas kapitulli 7 vargu 1 thot, prandaj të dashur, duke pasur këto premtime, le të pastrohemi nga çdo ndytësi e mishit dhe e frymes, duke përsosur shejtrin në frigën e Perëndis. Premtime për ata që i friksojnë Perëndis është libri i fundit i Dhjatës së Vjetër, Malakia kapitulli 3 vargu 6. Atëherë ata që kishin frikë nga Zoti falen me njëri tjetrin dhe Zoti dëgjoi dhe i dëgjoi. Kështu një libër kujtimi u shkrua para tij për ata që kishin frikë nga Zoti dhe mendojnë mbi emrin e tij. Pra u shkrua libri i kujtimit. Biblia thot kemi librin e jetës, vdekjes dhe librin e kujtimit, dhe që do të kujtohen veprat që janë bë në këtë tokë, veprat e mira. Fjalët e urta apo Proverbat kapitulli 10 vargu 27, pra pjesë e lajmit të 3 engjëjve. Friga e Zotit i zgjat ditët, por vitet e të pabesëve do të shkurtohen. Njeri që është i nalun, ka frikë prej Zotit, nuk ngutet me gjyku të tjerë dhe të bën të keqen, është njeri që ka frikë. Ju lutem, bëni një like dhe share, jo vetëm këtu në Facebook, por edhe në TikTok nga Bashkia Adventiste Kosovë, Jezusi po vjen, sepse Jezusi është emër mbi çdo emër dhe nuk ka emër tjetër që mund shpëtohem përveç emrit tij të mrekullueshëm. Dhe vargu i fundit për sot, Psalmi 103 nga vargu 11 thot, sepse sa lart janë qiejt mbi tokë, aq e madhe është mëshira e tij ndaj atyre që kanë frikë atë. Sa larg është lindja nga perëndimi, aq larg i ka larguar ai shkeljet tona nga ne. Ashtu si një baba e mëshiron bijtë e tij, kështu e mëshiron Zoti ata që kanë frikë atë, sepse ai e njeh formën tonë, ai kujton se jemi pluhur. Zoti e din që jemi humus, pra dhe jemi pluhur. Andaj falenderojmë Jezusin që sot është në shejtrore, ndërmjetëson për ne, për mëkatet tona, dhe thirreni Jezusin, folni me to, përqafojeni fuqishëm, përulluni para tij, derdhjani zemrën çdo gjë që ka në zemrën e juaj, sepse i vetmi shpëtimtar është dhe nuk ka tjetër. Ne takohemi herën e ardhshëm deri atëherë, Zoti ju bekoft, juve dhe familjet tuaja.